Mirëmbrëma të nderuar shikues, jemi sot në podcastin e Gjeopolitikës. Para se të fillojmë emisionin rubrikën e sotme, dua t'ju kujtoj të gjithëve ju që ende që jeni miq dhe simpatizant të podcastit ton, për natyrën që emisioneve që ne trajtojmë, mos harroni të bëni subscribe kanalit. Ju na ndihmoni ne ju ndihmojmë ju duke ju njoftuar me notification sa herë që ne hedhim në YouTube një emision. Falenderojmë edhe sponsorat e emisionit ton, cilët do paraqiten me strisha në fund dhe janë nga bizneset më të përzgjedhurat prej podcastit ton në fushën e mallrave dhe shërbime, dhe kushdo që ka një kërkon të krijojë një kontakt me ta, mjafton të futet në Google dhe të gjej pikat e kontaktit ose mund na shkruaj dhe ne. Sot kam, si zakonisht të javët e fundit, në Skype kam Olsi Azgjiun, i cili sigurisht edhe sot ndodhet në Malajzi dhe po jep intervistë që nga Malajzia. Kemi pasur këto kohë të fundit edhe kritika të ndryshme që pse unë si nacionalist shqiptar ftoj Olsin, i cili nuk e ndjen veten si nacionalist shqiptar, por e ndjen më shumë veten si musliman. Pra, i përket, e shpjeguam dhe në emisionin e parë, i përket në radhë të parë umetit musliman. Olsi, mirëmbrëma dhe mirë se më ke ardhur edhe sot. Si është koha ende nga Malajzia? Tu jemi në verë. Është një klim nga që jemi në tropik. Të korrigjoj për hyrjen që më bëre. Po. Edhe unë jam nacionalist, por ndoshta jam nacionalist i variantit që Kastriot Myftaraj përshkroi ndoshta 20 vite më herët, nuk e mbaj mend saktësisht, ku shkroi librin nacional Islamizmi Baleta Feraj. Unë kam qenë shkrues i gazetës Rima Këmbja të Abdiut në atë kohë dhe Abdiu ndroi jetën duket apo jo? Ka ndruar jetë para ca muajsh. Ka vdekur përpara disa muajsh dhe unë i bëra edhe një obituar ku e përkujtoja për rolin e rëndësishëm që Abdiu ka patur për nacionalizmin shqiptar të viteve 2000, dhe unë kam qenë pak a shumë nxënës i Abdiut, dhe domethënë për ata që na shohin, nuk është se unë jam antinacionalist, po unë jam nacional islamist. Domethënë unë e dua Shqipërinë, e dua kombin, por mendoj që një komponent shumë i rëndësishëm i kombit shqiptar është islamizmi. Po kështu thash do unë, më shumë se nacionalist thash e ndjen veten musliman, kështu thash. Po ju the, në rregull, po domethënë se the, nëse sem gabim, beson te ymeti e këto, po që t'ja sqaroj domethënë shikuesve, nga që për mua janë krijuar gjithë ato mite edhe legjenda dhe her pas here më shajnë, më quajnë anti-shqiptar, evgjit, arigjit, turko-mongol, mbeturin otomane dhe lloj-lloj sharjesh që më bëjnë. Dua t'u sqaroj atyre që më shajnë, që domethënë, okay, shumë mirë bëni që shahni edhe lehni, por unë nuk jam anti-shqiptar, unë jam shqiptar, por jam nacional islamist. Domethënë, unë e dua Shqipërinë, por e dua një Shqipëri që të bazohet në mësimet e Kuranit dhe të Islamit. Olsi, aty ku je, ke ndonjë shqiptar aty? Kam disa shqiptar. Takohesh? Takohem ndonjëherë, sot me shqiptar isha gjithë ditën. Pse takohesh me shqiptar dhe nuk ri për shembull kur ke shqiptar me të tjerë kombe, me kinez ose me ndonjë somales aty, ose pse vetëri e ta do xhanin të rish me shqiptar? Po, sikur tregon edhe hoxha i famshëm i Islamit Ibn Khalduni, njerëzit janë shumë të afërt me ata që kalojnë fëmijërinë e tyre. Se kur njeriu është i vogël, në rrethin në të cilën ai do të rritet, është ai rreth që do ta formsojë njeriu për pjesën tjetër të ngelur të jetës.
Unë duke qenë një shqiptar që jam lindur në Tiranë në kohën e komunizmit, u rrita në atë Tiranën që neve na merr malli, në kombinatin e tekstileve Stalin e tjerë. Jam formsuar domethënë si shqiptar dhe edhe pse jam brapa diellit, sërish nuk i largohesh dot shqiptarsisë. Arsyeja pse unë bëj podcaste me ty domethënë, edhe nuk bëj podcaste me CGTN e Kinës, është se domethënë ajo që na bashkon neve, nëse do përdorim teoritë e komunikimit masiv, është ajo që quhet frame of reference. Kemi shumë gjëra të përbashkëta dhe një nga ato është komësia, janë kujtimet, janë ndjenjat që njeriu zhvillon. Domethënë mua të më çosh në Florida, të mashtrosh me Flori, unë prap do ngelem shqiptar, sepse shqiptarësia është ajo gjë që i është brymosur dikujt si puna ime, janë kujtimet, janë nostalgjit, janë aspiratat. Arsye pse unë merrem me Shqipërinë, edhe pse jam në fund botës, është nga që unë e dua Shqipërinë shumë dhe i dua edhe shqiptarët. Po një prit e mi në Kanada, për shembull, që kanë lindur, pse preferojnë më shumë të rinë me shqiptar, preferojnë më shumë të shkojnë në lokale shqiptarësh, të dëgjojnë muzikë shqiptare, ata janë dhe që kozmopolitë, diskutohet. Ata që kanë lindur andej, janë dhe pak kozmopolit, nuk kanë kështu kufizime, por ama prapë kultura familjare që kanë krijuar, gjua e dytë që kanë mësuar, se gjuhën e para atje zyrtare kanë gjuhën ku kanë lindur, anglisht në këtë rast, i bën që ata të kenë një dashuri të veçantë për shqiptarët dhe të mbajnë një komunikim të veçantë me ta. Dhe ky komunikim zë peshën kryesore edhe bizneset t'i bëjnë me shqiptarët mundësisht. Pra nuk është vetëm ky që thua ti që kam lindur këtu është akoma dhe më përforcus, por ne kemi shumë shqiptarë në histori që kanë lindur në kohën e Perandorisë Osmane, kanë lindur në Stamboll ose në qytetet tjera, por ama ta lidhjet më të forta i kanë pasur përsëri me bashkëkombëtasit e tyre. Madje edhe sot shqiptarët që janë në Turqi kanë një preferencë për martesa, për të ruajtur atë traditën e tyre në për lokale, në për ku këndohet muzikë shqip. Pra ndjenja e kombit është shumë e fortë, Olsi. Është shumë e fortë ndjenja e kombit. E kombit, e traditës dhe e familjes. E kulturës, e gjuhës. Për shembull, unë kam lindur në kombinat, jam rritur në kombinat në Tiranë, por duke qenë që baba im vjen nga Devolli i Korçës, unë jam shumë i lidhur me Devollin, edhe pse nuk jam rritur aty. Apo jam i lidhur me traditën e Mallakastrës, me që prindrit e mi vinë nga këto zona. Dhe ajo tradita familjare, dajallarët, xhaxhallarët, kushuri që ke, ato vizitat që boja kur isha i vogël dhe sot po e kujtoja me dikë sa bukur ka qenë Devolli në kohën e komunizmit, kur shkoja dhe shikoja barinjt që rrinin në Lëndina edhe ushqimet që rriteshin. Janë të gjitha këto pjesë e traditës familjare dhe e njëjta gjë është edhe për nipat e tu që janë në Kanada, në Toronto apo edhe djemtë e mi, domethënë, se domethënë fëmia trashëgon prindrit e tij. Dhe ndjenja dhe për më tepër duhet të dim edhe këtë gjë që sidomos në Perëndim, në SBA dhe në Kanada, por edhe në për Evropë, shqiptarët krijojnë ato komunitetet e tyre, ku mbështesin njëri tjetrin, e ndihmojnë, e mbrojnë, etj. Dhe të që tha shumë krijojnë këto senset komunitare, nëse ke parë filmin Il Padrino, nëse jam gabim, me Al Caponen, apo The Godfather, ku tregon këto komunitetet italiane të Amerikës. Këta sicilianët, edhe pse ishin gjenerata e dytë që po rriteshin në Amerikë, sërish qëndronin sicilian italian, sepse tradita trashëgohet. Dhe nëse ke parë filmin The Godfather, është Al Capone që luan një nga aktorët kryesorë aty.
Dhe domethënë ta edhe Marlon Brando, ta shkonin dhe ktheheshin në Itali. Robert De Niro. Robert De Niro, nga që sigur thuhet gjaku nuk bëhet ujë. Dhe domethënë origjina trashëgohet gjithmonë dhe njeriu nuk mund t'i hiqi dot origjinës së tij. Ke Goodfather Olsi përpiqen të tregojnë që gjithë e keqja e mafjes dhe raketerimet ose vënia e gjobave në Amerikë shkaktoheshin nga italianët, pak edhe nga irlandezët, kurse në fakt ai që bënte kërdin se gjithë thrisnin ujku, po çakalli ishte tjetër këtë, ishte Purple Gang, mafja e Majerlandskit e çifutëve, që i komandonte dhe ju mblidhte gjithë ardhurat këtyre, ju merrte taksë këtyre mafiozëve italian, sepse përndryshe i godiste o me polici ose me kurthe me bandat e tjera. Mirë Olsi, çfarë të ka bërë përshtypje këtë javë në një zhvillim këtu në Shqipëri që e ke me qef që ta thuash para se të bëj dhe unë ndonjë pyetje? Ke ndonjë merak kështu që do ta thuash ndonjë nga zhvillimet apo si ke ndjekur këto ngjarjet në Shqipëri? Jo, i ndjek. Unë i shoh lajmet nga Shqipëria pothuajse për ditë. Besoj se lajmi më i madh ka qenë vendimi i gjykatës kushtetuese, ku la pak a shumë në vend vendimin e Spakut për të arrestuar Belinda Ballukun dhe egërsinë me të cilën Rama po i kundër përgjigjet Spakut, ku ai domethënë po tregon që ai nuk do ta di as për ligj, as për shtet, as për gjë. Një lajm tjetër shumë interesant ishte zgjedhja e ish-vllait ton mysliman Çim Hajdari, se Çimi është vëlla mysliman si puna ime. U kemi patfal bashkë te xhamia e Dina Hoxhës. Dhe zgjedhja e Çimit domethënë nga inspektor, më herët ka qenë prokuror zaten, se njoh Çimin që kur mbronte Ermir Gjinishin në vitin 2003 kur Gjinishi akuzohej për vrasjen e Salit Ivarit. Dhe lajm domethënë interesant ishte se si Çimi u bë prefekt i Tiranës. Një gjë e mirë është kjo. Çimi është me integritet. Është gjë e mirë, por domethënë unë me sa di apo kam dëgjuar prej teje, ti ke deklaruar që do kandidosh për president nëse presidenti zgjedhet nga populli. Dhe vras mendjen Çimi a do jetë në krahun e Ramës të marri votat e tiranasve dhe myslimanëve dhe t'i çojë për Ramën, apo do qëndrojë në krahun tonë? Se besoj që Çimi të përfshihet në këto punë. Çimi ka ato detyrat dhe kompetencat e veta ligjore dhe nuk ma merr mendja që Çimi të përdoret nga ndonjë njeri. Është e vërtetë që ai është zgjedhur kryetari shoqatës Tirana para pak muajsh dhe është njeri me influencë në komunitetin e Tiransve autokton. Po kur nuk do ta besoja, gjëja e fundit që mund të besoja është që Çimi të përfshihet në këtë. Dhe megjithatë, kjo do të jetë një betejë e madhe nëse presidenti do të zgjidhet nga populli. Dhe Rama ka shumë avantazhe, sigurisht, ka parat, mund të ketë mbështetje edhe nga ndërkombëtarët, por ndonjëherë Davidi erëzon Goliathin dhe unë them që në qoftë se kjo do të realizohet, inshallah Rama të vijë deri atëherë, kur të bëhen ndryshimet kushtetuese dhe zgjedhjet nga populli, tjetë deri atëherë mos e skarsitin rrugës edhe ndërpritet kjo nismë për reformë kushtetuese midis tjerave për zgjedhjen e presidentit me kompetenca të mëdha nga populli, ku unë do të jem një nga kandidatët që do të mbroj interesat, aq sa të kem fuqi, interesat e shumicës së popullit, siç e kam treguar dhe tjera që kam vendosur interesin e përgjithshëm mbi interesin personal, pas një lloj përfitimi, nisur vetëm prej patriotizmit dhe dashurisë për të vërtetën dhe dashurisë për popullin tim. Dhe këtë uragan që mund të krijohet, këtë ortek që mund të krijohet nga kjo lëvizja ime vogël për të rrëzuar establishmentin e vjetër politik, unë them që nuk do të ketë
asnjë që ta ndal. Ky është mendimi im, koha do ta tregoj, ndoshta është utopi, por un kam një besim në vetvete dhe kam një mbështetje ynore që këtë Goliath unë do të arzoj. Dhe nuk e besoj që çimi të përfshihet në këto. Mendoj që Olsi këtu, analiza jote çalon. Për mendimin tim, ti ke mendimin tënd. Çimi ishte inspektori përgjithshëm, për ata që nuk e din, inspektori përgjithshëm zoti Çimajdari, ka që është Këlqi Majdari, inspektori përgjithshëm i Republikës, bëri goxha ndryshime ligjore, u përpoq të modernizonte këto inspektoriatet dhe të unifikonte, dhe në momentin që ai sapo i kaloi këtë ligj, pra që synon të përmirësoj punën e inspektoriateve, të cilat kanë pasur shumë për të dëshiruar në punët e tyre, në inspektoriatet e shëndetësisë, inspektoriatet e ushqimit, edhe inspektoriatet tjera të minjerave, ku diun çfarë janë me radhë. Puna e tyre, duke qenë shumë të decentralizuara, ka pasur shumë pak kënaqësi të gjëra popullore, apo jo, Olsi, mos e kam gabim, për një punë të dobët të tyre, dhe sapo zoti Hajdari i vuri në shina për t'i pasur në kontroll, u largua nga detyra dhe u vendos prefekti i Tiranës, dhe aty është vendosur, si quhet ai ish deputetin, mos gaboj, i Rogozhinës, ai Peqinit. Më kujtohet si se s'po më kujtohet emri i tij, apo s'e ke ndjekur. Ai që Rama e quante gjelqeti i Rogozhinës. Dashtula. Dashtula. Rama e quante gjeldeti i Rogozhinës. Po se ishte kundërshtari i tij në parlament, ka qenë kundërshtari i tij. Njiheshe si shumë agresiv, njiheshe si me temperament, ka nxjerr pistoletën në këto ndeshjet e Peqinit para disa vitesh, duke bërë presion edhe kërcënime mbi arbitrat dhe mbi ekipet kundërshtar. Ka djegur karige atje në kuvent, njihet si njeri shumë impulsiv, ka deklaruar që do ta rregullojë punën në inspektoriate dhe do të jetë i përkushtuar, në fjalën e tij u deklarua. Po si duket, këta mund ta ketë vendosur Rama për të marrë vota, sepse ky ka një ndoshta, domethënë, ndërsa Çim Hajdari për mendimin tim i duhet Ramës me gjithë djalin e tij Arburin për të marrë votat e myslimanëve dhe tiranësve, ndoshta rasti i miku im, ashtu si dhe Çimi, e përshëndes Arbrin, e kemi pasur dhe sponsor këtu ke emisioni jon. Dhe mendoj ndoshta me rastin e Darsulës, ndoshta i duhet grupi Suel Çelës dhe i Elbasanit, që ti siguroj se dëgjoj, Rama është lojtar, domethënë ne urrejmë nga që është njëri keq i poshtër, antishqiptar etj, por është shahist i mirë, domethënë, me këto vlerjet që i bën ai, se marrja Darsulës, domethënë, deputeti i Berishës, mori edhe një nga këto femrat e tjera, ja harrova emrin, që ka qenë zëdhënëse e PD-s. Rama mundohet gjithmonë që të gjejë tradhtar. Kush është kjo femra? Kush është kjo femra? Ja harrova, më ka qenë kjo zëdhënëse e Partisë Demokratike që e bëri zëdhënëse të... Kjo gazetarja? Ajo gazetarja që shante Ramën atë ditë. Edhe Rama, domethënë, është jashtëzakonisht i aftë në intriga dhe në pabesi, dhe nga që përmendëm Çimin edhe Arbrin, se edhe unë i kam miq që të dy, nëse ke vënë re sa herë bëhen këto iftaret me rastin e Ramazanit, Rama do ketë Arbrin, do ketë Çimin, do ketë Hoxha Ahmet Kalan, do i sjelli të këndojnë azan etj, dhe do lexoj hadithe edhe Kur'an. Më ka ftuar dhe mua në këto darkat iftaret që bënte, po. Po, edhe Rama i bën këto se Rama është shejtani perfekt. Domethënë, ai, sikur thuhet në anglisht, kur i duhet djallit, citon edhe Biblën. Rama, i cili
kur ishte përpara 3 javësh, nëse nuk jam gabim, ishte në Knesetin izraelit, ku mbështeti regjimin gjenocidal të Benjamin Netanyahut, masakrimin që Netanyahu po i bën jo vetëm Gazës edhe Palestinës, por Libanit, Jemenit, Iranit e tjerë e tjerë. Pasi në Izrael u shfaq më zionist se sa Netanyahu, fakti i cili ka kaktuar një skandal ndërkombëtar, domethënë mua s'po ngelet njeri, domethënë gazetar edhe politikan nga gjithë bota pa më kontaktuar edhe pa më thënë ore çfarë është ky klon, biles në shtypit turk e ka sulmuar shumë egër, e kanë quajtur klon, e kanë quajtur palaço e tjerë e tjerë. Pra Rama i cili luajti u bë më zionist se sa Netanyahu përpara 3 javësh, përpara 2 javësh pasi u kthye, pasi përpara 3 javësh deklaroi në Knesetin izraelit që djali i mund bëhet shifut, e mori Zaho Partizanin, ja çovi papës me gjithë lindën në Vatikan, dhe kjo caktimi i Çim Hajdarit si prefekti i Tiranës dhe organizimi këtyre iftareve ku Rama lexon hadithe dhe Kur'an sikur të jetë hoxha i xhamisë Dine Hoxhës, është pjesë e strategjisë së tij tjallëzore për të shkuar gjithandej, domethënë ai një ditë bëhet zionist, ditën tjetër bëhet katolik, pastaj bëhet islamik vehabist, dhe gjitha këto hapa që Rama ndërmerr i bën për vota. Domethënë nga që ai është një person që do të mbijetojë, dhe Rama është sikur thot populli ynë atë fjalën e urtë popullore që të vret natën edhe të vjen edhe të qan ditën. Dhe unë në këtë kontekst i shoh të gjitha këto lëvizje, domethënë që nga caktimi. Çfarë përshtypje të laul si vizita e tij në Vatikan? Çfarë lloj analize mund të bësh? Një palaçollëk i papar, unë nuk habita domethënë pse iku, a ftovi papa apo ftoi vetveten e tij. Ndoshta ka dashur pak a shumë që të qetësoj këto qarqet katolike në Vatikan, të cilat e kanë parë pak a shumë si njeriun e tyre në Ballkan, dhe me atë që ky bëri në Izrael, duke u rreshtuar, duke ju dridhur leqet e këmbët, domethënë përpara Netanyahut, ka shkaktuar një torbim të papar të një urrëtie si në botën islamike, por edhe në botën katolike. Historia përsëritet dikur olsi çifutëve dhe popujve të tjerë atje në Palestinën fizike, ju dridheshin gjunjët nga Seleucidi, nga një pararsi o një lasht, sot ndote kundërta, shkon Rama atje me gjithë eksperiencë, dhe në vend që sa i tregon vitalitetin dhe dignitetin e popullit që përfaqëson, kur qoftë edhe nga forma të paktën, qoftë edhe nga përmbajtja. Unë Rama nuk e shoh si shqiptar. Domethënë për mua, nëse ka një person që është më anti-shqiptari, armiku më i turbuar i shqiptarëve, personi që ka shkatruar Shqipërinë, ka shkatruar ekonominë, ka dëbuar popullin, kur ne folëm duket për e analizuam atë vizitën e Ramës, ku unë përmenda që ky ka bërë thirrje të hapur për kolonizim, për mua domethënë ky është një nga njerëzit më anti-shqiptar, më të rrezikshëm në historinë e shqiptarëve. Ky nuk i ngjan atij paraardhësit tanë, nëse ka qenë i tillë Aleksandrit të Madh, i cili i nënshtroi me dhunë judejnë. Ky nuk i gjithë Indien, jo vetëm judejnë, edhe persët, edhe në Afganistan. Ky domethënë nuk është në linjën e katolicizmit apo të Romës, sepse ne e dimë që judejnët u shkatruan nga perandori Titus, Vespasian dhe Hadriani, i cili e shkatroi tempullin e tyre për gjithmonë. Ky duke shkuar në atë murin e lodhëve, që ne myslimanët e quajmë muri i burakut, sepse sipas teologjisë islame aty është vendi ku ai mjeti transportues i profetit Muhammed ndaloi kur e solli profetin nga Meka për në Jeruzalem. Dhe domethënë Rama nuk ka të bëjë fare me traditën tonë ballkanike
ilirase, maqedonase, greko-bizantine, romake, domethënë ai është opozita e çdo gjë. Ai është thjesht është tradhtar dhe shërbëtor i atyre që romakët i shkatëruan, i atyre që Kisha Katolike për çdo Pashk lutej që të konvertoheshin në katolicizëm dhe i mallkonte si vrasësit e Krishtit. Domethënë ai me këtë që ai ka bërë në Jeruzalem, ai jo vetëm që ka domethënë i ka treguar botës myslimane se çfarë munafiku dhe hipokriti dhe njeriu i pabes është, por ai ka zemëruar shumë edhe Vatikanin. Dhe duhet dim diçka që Kisha Katolike për arsye nga më të ndryshme dhe arsye kryesore është lufta e egër që bëhet në Evropë që prej revolucionit francez deri më sot ndërmjet qifuto masonerisë në njërën anë dhe katolicizmit. Dhe Kisha Katolike ndërsa nuk flet hapur sikur flasin muslimanët, urrejtja dhe armisia e katolicizmit është e paparë. Përpara disa ditësh postova në Facebook edhe një shkrim të atë Gjergj Fishtës, të botuar në revistën Hylli i Dritës në vitin 1939, ku Gjergj Fishta i sulmonte qifuturit dhe thoshte, domethënë kjo bëhet fjalë në 1939-ën. 9 vite përpara se të shpallë shteti Izraeli. Tjetër, Olsi, se jemi bashkë bisedues tu, unë kam një analizë tjetër, po mbaroj ti një. Ta mbaroj dhe më thuaj. Dhe Fishta në këtë shkrim thoshte, qëllimi i qifutrisë ndërkombëtare është shkatrimi i katolicizmit dhe i krishtërimit dhe krijimi i mbretërisë së tyre për të sunduar botën. Dhe këto fjalë që Fishta i thoshte në vitin 1939, përpara se të krijohej shteti i Izraelit, kanë provuar profetike. Fishta në 1939, në kohën kur Hitleri dhe Italia fashiste ishin në kulmin e pushtetit të tyre, dhe qifutët po humbisnin pushtetin në Evropë, dhe askush nuk e dinte se si do të ishte fundi i luftës dytë botërore, Fishta ka parashikuar që ata do të krijojnë Izraelin, do të shkatrojnë krishtërimin, do të sundojnë botën nga Izraeli. Dhe ajo që bëri Rama është ai ka shkelur mbi kockat e Gjergj Fishtës dhe katolicizmit. Po. Rama, unë e kam thënë dhe njërë tjetër këto ditë në një dalje tjetër në emisioni Rrethi Katror, nuk e krijoi kot atë termin rilindja, sepse kërkoj të theshte njerëzve indirekt, një inkonshiencë, që rilindja e vërtet jemi ne, që vim nga perëndimi, nga Franca, dhe jo rilindja që e vjetër që ka ardhur nga lindja, nga Stambolli, nga Bukureshti, apo nga ndonjë qendër tjetër. Në këtë përpjekje, Rama u organizua me një grup njerëzish të cilët simpatizonin dhe kishin preferencë për flamurin me ngjyra të ylberit. Besoj më kupton çfarë dua të them. Në këtë komplot kundër rilindjes dhe ashtit të kombit që krijoi rilindja, çimenton e madhe, ku shpreha më e përgjithshme dhe më lapidare ishte që feja e shqiptarit është shqiptaria e para. U mblodhen një grup njerëzish të cilët uzurpuan dhe ose riuzurpuan institucionet e kulturës shqiptare, siç është kjo Mirela Kombaro, që edhe kjo ishte një apologjete e të gjitha rrymave ideologjike që vinë sidomos nga perëndimi, po sidomos nga Franca. Siç është Piro Misha, që e vuri drejtor të bibliotekës, të cilin unë e kam mik personal, por e vërteta triumfon mbi gjithçka, se është kolegu im botues. Kurse unë e kam armik Piro Mishën. Domethënë Piro Misha që nga viti 2003 që unë jam kthyer nga Malezia, nuk ka lënë institucion, ambasadë perëndimore pa të çuar raporte kundër meje. Po. Saqë në 2004-2005 kur na kërkoi shkruaja te tema
e Merobazës, i bënte presion Sali Berishës që të më hiqnin mua nga gazeta Tema, i ka shkruar presidentit Republikës në atë kohë vllahut Alfred Mojsiu, shikut e të gjithave, vetëm e vetëm që të më censuroj mua. Ta mbaroj. Unë e kam patur, po. Këta janë se dihet që Edi Rama një deg e ka vllah nga gjyshi i babait. Nga babait. Një deg mund ta ketë Kolombo dhe kjo mund të jetë një nga arsyet pse ai është mbështetur, sepse nga Kolombi gjithë fiset Kolombo ose Kolombi vinë të gjithë nga Gjenova dhe janë fisi i Kristofor Kolombit dhe ka ka shumë mundësi, diskutohet që mund të jenë dhe Çifut, por nuk është e sigurt. Dhe Kolombot në Shtetet e Bashkuara për të ndryshuar atë trashëgiminë e fuqishme të marrë nga Kristofori e kthyen mbi emrin Collins. Dhe Rockefellerët janë Collins, në fakt janë deg e Kolombit dhe ka hipoteza që mund të jenë dhe Jewish fisi Rockefeller. Dhe kjo unë e kam thënë që mund të jetë një nga arsyet që Ramën e kanë mbështetur nëpërmjet emisarit të tyre, siç është George Soros dhe shoqëria e hapur, mund ta kenë përzgjedhur nga ky fis si njeriu e përshtatshëm dhe si akrobat i ngjashëm me Enver Hoxhën që zgjodhën serbët për të bërë çdo lloj veprimi për të pasur pushtet dhe nga pushteti pasuri dhe para. Dhe në gjakun në dejet e Ramës, si thash, ka 1/4 vlla. 1/4 e ka ortodoks, ka 1/2 e ka ortodoks nga nëna e vet, dhe gjysmën tjetër e ka 1/4 vlla dhe 1/4 nga babai, nga Kristaqi, nga Blashi, nga gjyshi, e ka dhe nga gjyshja që ishte katolike, e ka si katolik dhe Kolomb. Dhe Rama nuk ka fare gjak nga familjet muslimane ose kulturë muslimane, dhe i rritur në këto tradita familjare dhe i ambientuar kur u bë kryetar bashkie me këto qarqet kishtare dhe masonike në Francë dhe në Greqi. Ekziston një video ku grekët e kanë dekoruar dhe ka qenë një përpjekje e madhe e grekëve që vlet t'i angazhojnë në një përpjekje për të pasuruar dhe për të marrë sa më shumë pushtet, ashtu si dhe ortodoksët, për të marrë sa më shumë pushtet ekonomik dhe politik në Shqipëri. Më falë të ndërpres për një sekondë, artikullin e To Famous e lexove përpara 2 javësh. Që thonin Ramën e sponsorizuan, e çuam në Harvard me programin Kokalis, dhe arsyeja pse shërbimi sekret grek e sponsorizoi në vitet 2000 është se sipas raportave të tyre këta shpresonin që Rama i bazuar në origjinën sipas grekëve, greket të mamas së tij, do të ishte njeriu i tyre në Shqipëri. Domethënë, po më shtes atë që po thua, por dua të sqaroj edhe këtë gjë për shikuesit. Ta lexojnë shkrimin, u botua edhe të shqiptarja, nuk është teori konspirative. Shërbimi sekret grek e ka sponsorizuar, e ka çuar në Harvard në fillimet e tij, nga që e kanë piketuar si agentin e tyre për të ardhmen e Shqipërisë. Kur kam qenë në Boston, Olsi, për herë të parë po e them tu, jam përpjekur të bëj një doktoraturën në Harvard dhe kontaktova disa shqiptarë atje, miqtë e mi, që të më ndihmonin që të siguronja një bursë gjatë kohës që do studionja atje dhe të kisha mundësi të merrja dhe familjen, dhe shkova në një fondacion që quhej Fondacioni Frosina, që ishte një shqiptar, një burr i vjetër nga Lubonja e Kolonjës, i cili ka ndihmuar shumë shqiptarë atje për tu shkolluar, dhe mua ky më afroi me Fondacionin Kokalis. Unë sapo kisha mbaruar mandatin si deputet dhe e dinja se çfarë ishte Fondacioni Kokalis,
Dhe unë nuk e dinja se me kë do më lidhte ky, kur mora vesh që ishte, më tha, janë nga fondacioni Kokalis, ja refuzova me njerë dhe i thash falemderit, nuk dua të bëj doktoratur me sponsorizimin e tij. Ai më tha që ka bërë ai disa emra tash që mos rriti përmend, nga e djatha dhe majta e politikës, i thash falemderit, unë nuk dua, i thash më mirë depi bosh se shejtani brenda, nuk dua të bashkëpunoj me këtë fondacion dhe u largova nga Shtetet e Bashkuara. Dhe në këtë kuptim ka një koalicion, më duket mua, Olsi, me analizën që bëj unë, nga Franca, e cila gjithmonë është anti-shqiptare dhe është penduar se si në vitin 1913 nuk mund të ta zhduknin fare Shqipërinë nga harta e botës, ku ndihmoi shumë Austro-Hungaria dhe gjermanët, paka shumë edhe italianët që nuk deshin një shtet të madh Jugoslav të dilte në Adriatik. Dhe ka një koalicion, siç e the ti, nga grekët, ku lidhja më shumë vllae se sa ortodokse ose greko-ortodokse, që unë nuk e pranoj, përbunojnë, ka një histori tjetër, Olsi, po ta them ty. E kam thënë, më duket edhe një tjetër. Ne dim vunojnë, po unë po thoja Jo, se prit, ka qenë analiza e agjenturës greke në ato. Vunoj, kur e dogji Gjermani më 43-shin, më duket, ose dimrin e 43-shit, ose dimrin e fillimit 44-s, vunoj u larguan nga fshati dhe e di ku ikën? Ikën në këtë fshatin që është mbi Shkodër, që është me malazez dhe që quhet Vrak. Nga ishin Vasil Shantoja, Te serbët, te malazez te Shkodrës. Kanë ikur fshati i organizuar. Edhe mua më çuditi ky fakt. Pse këta ikën dhe vajtën në Vrakë, ku vrakaqorët ishin të gjithë të lidhur me komunizmin dhe me komunizmin serb, ku Vasil Shanto, ndoshta dhe Bojo Kushi, që kishte një emër serb, Bojo apo e kishte të ndryshuar këtë emër, kishte qenë aviator në Serbia dhe kur u pushtua Serbia. Vojislav Kušić, diçka e tillë. Jo, ka pasur një emër tjetër. Dhe një grup tjetër, më duket edhe ky një nga këta eronjtë e Shkodrës, Gjorgji Martini, më duket, ka qenë dhe nga Vraka, kanë qenë një grup vrakaqorësh të cilët në ndikimin e Partisë Komuniste Serbe dhe malazeze, jugoslave, të Titos dhe të Miladinit këtu dhe nga që... Më fal, e gjeta emrin e Vojës, ka qenë Stavre Dolorević, i Voje Kushit. Po. Dhe këta shkuan në Vrak. Dhe unë çuditesha, ka qenë një Pilo Shanto në Vuno, i cili merreshe me sigurimin dhe ka qenë një nga mjeshtrat e sigurimit të shtetit, dhe në ndjenin time, kur kanë ardhur këtu mjeshtrat e CIA-s të dalë në pension, kanë kërkuar ta takonin sepse e konsideronin si një lojtar shumë të zot në këto lojrat e shërbimeve sekrete, në pleqëri, në pension, dhe unë di që ai është takuar me disa nga drejtuesit e lartë të CIA-s në pension, dhe ky ishte në pension dhe i kanë shprehur njëri tjetrit ato. Pra, mbiemri Shanto në Vuno, mbiemri Shanto që nuk është karakteristik mbiemri Shanto, mbiemri Shanto në Vrak, mua më let kuptoj që mund të ketë shumë të ardhur nga Vraka, ose ndoshta gjithë Vunoj, nuk e di, jam i sigurt, por ka një komplot që mos zgjatem. Greqi, Francë, që janë anti-shqiptare, por është edhe Izraeli këtu në këtë mes. Pse është Izraeli? Sepse Izraeli në luftën kundër Iranit nuk i interesonin që figurat të rilindjes kombëtare të ishin njerëz që janë nderuar në Iran, siç është Naim Frashi, që është bërë edhe një pull poste Naimit. Naimi shkruante në gjuhën persisht, ka bërë dhe atë librin në ndërimet që e ka përkthyer Bexhi Buaraja, dhe për të larguar këtë fondacionin Shirazi që ishte duke promovuar dhe po botonte librat e Naimit, këta filluan goditjen ndaj Naimit perverse, ashtit kombëtar, të cilin Lazgushi e quante profeti i kombit. Dhe çfarë bën këta? Është një Thomas Frashi që ka ngjallur të gjyshin ai, djalin e Aleksandrit ka qenë stërgjyshi këtyre, dhe ky kishte gjysh Thomajn,
Babai ti quhesh i lirë, në mos gaboj, dhe ka qenë mësues historie këtu në këto gjimnazet e Tiranës, dhe ky Thomas Frashi është një gjarpër që ka mbaruar në Francë dhe i ka shtuar mbi emri të gjyshit atë Sen për t'u tundur bishtin grekëve. Pra e ka bërë nga Thoma, e ka bërë Thomas. Largo nga këto punët Thomas. Largo nga këto punët djallëzore. Ne nuk jemi kundër vleve. Ne i duam shumë vlet dhe duam që ata të kemë prosperitet dhe të bashkjetojnë me ne dhe të përfitojnë nga të mirat e punës tyre, kanë dhënë shumë kontribut. Janë 2 degë të vleve, në fakt një degë shumë patriotike, janë këta të Bregdetit, e ndjen veten shumë patriot shqiptar. Ka dhe një degë tjetër që është e lëkundur midis Greqisë për shkak të ortodoksizmit, Rumanisë dhe Shqipërisë. Këta kanë punën e tyre, le të përzgjedhin çfarë të duan, le të bëjnë çfarë duan në lidhje me besimet edhe me ato preferencat e tyre kulturore. Dhe të gëzojnë këtu të gjitha të mirat që ju kanë krijuar mundësitë shqiptarëve. Por shqiptarët kur nuk do të pranojnë t'i mbajnë ata në shtëpinë dhe ata të bëhen komandantët e shqiptarëve. Është një aksident që ka ndodhur tash me Ramën, me Fatosnanën, po mendoj që Partia Socialiste do të gjejë fuqi që të vendosë shqiptar në krye të saj dhe të mos lërë shqiptarët të manipulohen nga ky grup i vogël sionisto greko francez që kanë piksynim largimin e shqiptarëve, heqjen e ndjenjës kombëtare të tyre, heqjen e emrave kombëtar. E di çfarë bën ky Thomas Frashi, se ky është Më fal të bëj vetëm një sqarim, nuk e ka emrin Thomas Frashi. E ka ndryshuar. Emrin original e ka Thomas Totoni. Po, Totoni e ka mbi emrin, në vitet 20 e ka bërë Frashi. Po, dakord. E kam thënë këtë. Lidhje me Frashërllit. Jo, s'kam thënë këta. Ky babai këtij Thomasit kishte djalë xhaxhai Kristo Frashi. Këta janë Frashëllin që mund të jenë njerëz të nderuar dhe shumë të mirë, kupton paraardhësit e tyre. Kristoja ishte komunist, u përpoq të ndryshonte historinë, me mua ka bërë debate, se unë s'pyes për këtë Thomasin, kupton, se ky gjyshi i këtij Thomasit, Thoma i parë, dhe ai stërgjyshi Aleksandri, këta kanë qenë të çmendur mbas ndjekjes martesave dhe të fiseve. Edhe ja kanë trashëguar njëri tjetrit dhe i din mirë këto lidhjet e gjakut të kastës së vjetër në kohën e Zogut, në vitet para Zogut, në kohën e para luftrave ballkanike, kështu këto fiset kryesore shqiptare i ndjekin kështu dhe ati duket sikur çoç di dhe shumë mirë që i di. Por unë luftën e kam bërë me Kriston dhe Kristoja më është lutur kur unë kam botuar 2 shkrime në gazetat shqiptare me titullin Ora e ndryshkur e Kristo Frashërit, dhe në shkrimin e tretë ai dhe i biri nëpërmjet një ish kryetarit të kuvendit që ata e kishin mik, më është lutur që unë të mos e botoj shkrimin e tretë për shkak se Kristoja ishte miku zari regjia, ma ngrini zarin këtu në kufje. Ja, je shumë mirë, të dëgjoj shumë mirë. Regjia. Je mirë. Tashi po, nuk dëgjoj ja unë. Dhe po, jo e rritë shumë, ullë edhe pak. Dhe Kristoja mu lutë së bashku me djalin e tij Gjergjin, i cili ka bërë atë pedonale në Shtrembër aty ja ka bërë Rama si qokë, se Rama çfarë janë këta vllat, i ndihmon me njerë me biznese, kupton, dhe i privilegjon. Dhe ky ka bërë atë rrugën e Shtrembër aty para Akademisë së Shkencave deri në Ministria e Rendit aty, dhe me ca drita të djegura që s'funksionojnë, një rrugë të mërshme, domethënë është rrugë që kalojnë shumë këta turistët. Dhe mbasi unë botova Mein Kampfin Olsi, një vit më mbrapa në mos gaboj, ky djali Kristos, ky Gjergji, që më kërkuan që unë të mos e vazhdonja debatin me Kriston, ky më nguli një thik mbrapa kurizit dhe bëri një shkrim, duke më akuzuar mua si nazist, sikur të botosh një libër, do të thotë që ti e me idete ati libri, kupton? Që unë përkundrazi kisha bërë një hyrje ku e kisha dënuar dhe i kisha paralemruar të rinjtë dhe të gjithë ata që do lexonin librin, që këtë libër ta lexonin thjesht për të mësuar historinë e vërtet nga dora e parë e atij që e kishte bërë historinë, që ishte Adolf Hitleri, përsëri miku Zari.
Shumë mirë. Dhe sulmovi ky Gjergji menjëherë. Ky Thomasi tashi është kancelari i vulave, i titujve dhe oqi urdhrin Naim Frashi që në ligjin ekzistus i dal në vitin 96, po që ka qenë dhe para 90-s me sa diun, ishte një nga 5-6 urdhrat kryesor dhe pasaj vinin këto dekoratat që ishin nivel pak më ulët. Këta me shumë djallëzi e oqën urdhrin Naim Frashi dhe filluan të lëviznin për të vënë një njeriu në tyre në këtë lloj logjike të vinin Lazgushin para Naimit. Lazgushi është një poet i madh, është një patriot i madh, është një rebel i madh. Po vetë Lazgushi e quante Naimin profeti ynë, e quante. Na erdhi profeti, tha, kur filloi të lexonte poezitë dhe poemat e Naimit. Dhe po të krahasosh Lazgushin me Naimin, poet kombëtar, sigurisht kanë diferenca të mëdha. Naimi është një nga poetët kombëtar të krahasuar me poetët e të gjithë vendeve të botës që ka virtyte të jashtëzakonshme dhe është i pakrahasueshëm në poezitë e veta që nxit virtytin e kombit, virtytin e të rinjve dhe mbajtjen e kombit mbi vlerat morale. Mirë, Olsi, këta kisha unë kurse për punën e... Më falë, në qoftë se më dë pak për Po. Thoma Frashërin. Emrin e saktë e ka Thoma Totoni. Po, Totoni e kanë vitet 20 e kanë bërë Frash. Nuk e ka edhe ky, po edhe ky nuk e ka emrin Thomas, e ka Thoma. Po pra, Thoma. Ka domethënë i amerikanizojnë këto emrat I greqizojnë, jo i amerikanizojnë. I greqizojnë. Edhe tani dua të sqaroj vetëm Tërë ortodoksët që vënë se nga mbrapa i tundin bishtin greqis. I tundin bishtin greqis. Sepse nuk kanë as tradit që me se nga mbrapa, ne kemi emrat tona ortodoks që i kanë mbajtur gjyshrit tanë, së gjyshrit tanë, pase. Kush mban se nga mbrapa, ai ka shumë pikpyetje si njeri. Tani stërgjyshi i këtij Thoma Totonit ka qenë ai doktor Adhamudi. Po. Me të cilin edhe e tall Çajupi në atë komedinë e tij, që është bërë edhe film, domethënë kohën e komunizmit, harrova emrin e filmit, ku thot doktor Adhamudi të dhëm një sy, thot hiqja, thot që të shposh tjetri. Po, Adhamidi e kanë këta dhe kanë qenë në po e bën Adhamudi, po Adhamidi e kanë, është një tipist në mos gaboj, dhe ky ka qenë filantrop, doktor Adhamidi, dhe ka jetuar në mos gaboj në Siri ose në Egypt në Kairo, nuk jam i sigurt, në Damasko në Kairo, nuk jam i sigurt, dhe më duket se është doktori që kur u plagos zogu, ndodheshe si vizitor, ndiqte punimet e parlamentit shqiptar, kur plagosi Beqir Balteri dhe Ahmet Zogu vajti në tribun dhe nuk e dinte si punë Cezarit, se sa i gjerë ishte komploti, ndërkohë Beqir Balteri hyri në banjë dhe e rrethuan këta ushtarët e gardës me në krye këtë Leskoviqarin Gazepin, Osman Gazepin e famshëm, dhe Çarmatosën e kapën, dhe Zogu duke mos e ditur se sa i gjerë ishte komploti brenda në parlament, se atëre lejoheshe të mbajë arma në parlament, ul mbi tavolinën atje në presidium, edhe tha asnjë mos afrohet, tha, edhe po përpiqej të lidhte plagën, dhe në këtë kohë i afrohet e Qerem Bejblora, cilin ai e besonte, dhe i tha, hajde Qeremi, tha, edhe ky ja pa plagën dhe e këshilloi, tha, duhet të tresim një mjek, i tha, që të ndaloj gjakun, i tha. Edhe Zogu i tha, po në qoftë se ka ndonjë mjek atje lart, tha, thirreni. Dhe ky thiri, tha, kush është ndonjëri mjek? Edhe vjen ky Adhamidi, i tregon në kujtimet e veta se Fidllamasi, dhe kur vjen ky doktor Adhamidi i thot, si e ke emrin, nuk e di nëse është ky personazh apo është ndonjë Adhamid tjetër. Dhe ky i thot Filani, kur e dëgjoj Zogu nga mbi emrin, nuk pranoj, se mendoj mos ishte ndonjë komplotist, në qoftë se se ngatroj që ka qenë ky person, po me sa po më kujtohet tash, ka mundësi që ka qenë ky Adhamidi doktori, dhe Zogu nuk e pranoi, tha jo, tha ti mos u afro, tha largohu dhe vazhdoi historia pasaj më vete. Po këta po mos kthyen urdhrin e Naim Frashit,
kam bërë një autogol të rëndë dhe aram Partisë Socialiste që për 5 lekë ta patronazhistët shiten dhe pranojnë në krye të tyre njerëz që godasin figurën qendrore të rilindjes kombëtare, shtyllën qendrore që janë vëllezrit Frashi dhe Naim Frashi. Këta kanë edhe këtë nën kryetarin e Akademisë së Shkencave Vaso Tolen, që e kanë sponsorizuar aty sepse e kanë krushk nga Frashi, edhe janë bërë Gens Polloja ka qenë këte nga PD-ja, nipi Take Pollos dhe i Stefanaq Pollos, djali Stefanaqit. Take Polloja dihet që ka qenë antishqiptar në luftrat ballkanike kur hyn grekët në zonën e Përmetit dhe të Frashit dhe të Kolonjës, dhe këta së bashku punojnë si ata gjarprint për të goditur lëvizjen kombëtare shqiptare, i cili është guri i themelit mbi të cilin ekziston shteti shqiptar. Nuk do t'ja arrin kurrë dhe për turpin e tyre do të ngelet kjo njollë e madhe në biografinë e tyre. Po, mund të flasim... Po. Do flasim, po dua të sjell diçka në këtë që... Regjia, dhe sa minuta kemi? Po, edhe pak minuta kemi. Po Fredi, po dua ti tregoj shikuesve diçka, që ta kuptojnë luftën për dominimin e Shqipërisë nga kjo klik masonike vlehërish. Dikush duhet të filloj leximet që me Sami Frashrin, libri Shqipëria çka qenë ç'është çdo bëhet, dhe te kujtimet e Enver Hoxhës me Stalinin. Kur Enver Hoxha shkon në Moskë dhe takon Stalinin, KGB-ja ruse që e dinte që Partia Komuniste Shqiptare ishte një krijim i agjenturës jugoslave me elementet vllahu Maqedonas, në prezencë të Berias, Stalini e pyet Enverin, kush janë udhëheqësit e Partisë Komuniste? Dhe ky thot Koçidzoze, Kristo Themelko, Pandeli Kristo. Edhe Stalini, se KGB-ja, do më thënë, ishte një nga agjenturat më fantastike të kohës, që i dinte të gjitha këto gjëra. E pyet Enverin si budalla që Enveri ishte, i thot, ore po këta krerët e Partisë Komuniste, a janë shqiptar? Dhe Enveri tregon në librin e tij, kujtime me Stalin, i thot që më bëri përshtypje. Kjo që po i thoshte Beria dhe Stalini, dhe Stalini 3 herë i thot që juve jeni myslimani, thot në Shqipëri, dhe kryesia e popullit duhet jetë nga myslimanët, që janë shumica. Dhe është Rusia, është KGB-ja, ajo që bëri grushtin kundër titizëve, dhe solli Enver Hoxhën me Hysni Kapon, me Mehmet Sheun, ajo që risolli në pushtet myslimanët në Shqipëri. Sepse për persona që mund të lexojnë edhe tezën time të doktoratës, se unë jam marrë shumë me këtë punë, për persona që lexojnë arkivin e Londrës apo të Parisit apo edhe arkivin e Vjenës, do të shohin që me rënien e Turqisë në Shqipëri nisi një luftë shumë e egër nga vlehërit, sikur parashikonte edhe Sami Frashri që në shekullin e 19, të cilët duke filluar që nga motrat Qiriazi, nga Kristo Dako, nga kolonia e Bukureshtit, kolonia e Stambollit. Qiriazi nuk janë ble, Olsi. Qiriazi nuk janë ble. Nuk janë dhe nuk ka shumë rëndësi, po do më thënë këto grupe janë ortodoks nga kolonja. Janë nga fshati. Okej, por të gjitha këto grupe filluan të mobilizoheshin dhe po të lexosh letrat që ata i çonin presidentit Wilson, britanikëve e të tjerë, ata kërkonin që në Shqipëri të merrej pushteti myslimanëve dhe t'i jepej vllehëve. Dhe sidomos këta kanë qenë shumë të egër për Esat Pashën, nga që Esati përfaqësonte pushtetin e bejlerëve, çiftligarëve dhe myslimanëve në Shqipëri. Dhe me vrasjen e Esatit, ta arritën që ta marrin pushtetin në Shqipëri dhe ky pushtet trashëgohet deri sot e kësaj dite. Dhe dua të dal pak te puna e Ramës që ju përmendët më herët, për personat që kanë studiuar historinë e kolonializmit, sidomos kolonializmit britanik, britanikët kanë patur gjithmonë një strategji në për vendet
që ata shkonin të kolonizonin, Dinin gjithmonë kryesues nga pakica. Nga pakicat besillnin kolon, për shembull rasti i Afrikës, apo rasti i Malajzisë ku unë jam. Do sillnin për shembull kinez në Malajzi apo indian në Afrikë. Dhe prej atyre zgjidhni pastaj kryetarin e shtetit. Po, pasi kalon të një brez ose dy breza. Po, për personat që njohin historinë e Afrikës, lëvizjet liberacioniste që janë bërë në Afrikë nuk janë drejtuar vetëm kundër shëndimit të njeriut të bardhë, sikur u bë kundër apartheidit në Afrikën e Jugut, por rasti i Ugandës me Idi Aminin, i cili kur erdhi në pushtet i dëboi indianët, sepse indianët posedonin të gjitha pikat kyçe të Ugandës. Dhe e njëjta strategji është përdorur edhe në Shqipëri, ku fuqitë perëndimore, francezët, britanikët, kanë mbështetur gjithmonë këtë grup, dhe nga që dëgjoj, kur je minoritet ti je më i dobët, je më fragil. Se kur ti i takon shumicës, po i kundërshtove ata tërëzojnë menjëherë me shumicën. Je i dobët, të zgjuhin. Kështu që duke qenë pakic, do detyrohesh të mbahesh ke paterizat e tuajve dhe të bësh çarton ata. Bravo. Dhe dua të them, edhe piketimi që ishte bërë Edi Ramës, që e sponsorizuan, e sollën e tjerë, se ata pse nuk sollën një musliman, si puna ime apo e jote janë pushtet për sollën Edi Ramës. Sepse ata gjithmonë piketojnë këto minoritetet, edhe i gjetën këtë person që ishte psikopat, i çmendur, pa dim pa iman, vllahu bosnjak. Dhe e morën duke i parë gjitha këto gjëra dhe jo bosnjak s'ka lidhje me bosnjak. Po nga Sarajeva, pra kolombët nga Sarajeva kanë ardhur. Mirë, kolombët janë nga Gjeneva dhe janë të ardhur dhe në Bosnjë dhe këtu në Shqipëri. Po më ky nga Bosnja, këta nga Bosnja kanë ardhur. S'ka kolombë në Bosnjë. Do me thënë autokton bosnjak, s'ka kolon. Nuk po them që janë autokton, nuk e kisha me kuptimin që është bosnjak musliman. Dhe dua të them që janë të gjitha këto që edhe po të shikosh në vitet 2000, se unë kam qenë shumë prezent atëre në Tiranë, krau i djathtë i Ramës ishte ky shtëpia e librit dhe komunikimit, ku Pirro Misha mblidhte gjithë këtë grupin e këtyre supremacistë vëlle. Për shembull, kam patur rastin ta intervistoj Aurel Plasarin, kur ka qenë drejtori i bibliotekës kombëtare, dhe që më ka thënë hapur që ne jemi të zgjuar edhe këta muslimanët janë budallë. Dhe muhabeti është që Rama ka qenë pjesë e këtyre grupeve që kishin këtë idenë supremaciste. Dhe unë e them këtu në rekord, mua ma ka thënë Blendi Fevziu, ndoshta nga viti 2005, nuk e mbaj mend çfarë viti. Përpiqeshin të trishin dhe ortodoksët, po shumica absolute e ortodoksëve janë patriot dhe nuk bien në këto kurthe, janë ortodoks shqiptar. Po, ama ka një klik. Ngjela për shembull ka qenë afër këtyre, edhe ai ka një tendencë kështu supremaciste të ortodoksëve. Edhe Max Velo, po ishte. Dhe këta kanë qenë të gjithë që, domethënë, merrnin lek nga fondacioni Soros dhe promovoheshin sigurisht kokat e Shqipërisë. Dhe këta janë ata që u bën udhëheqësit e tranzicionit, se do të kuptojmë diçka, Fredi. Rama sot shumë rekrutonin edhe ndonjë kozmopolit kështu perëndimor si Adiaklosi, kupton? Ca musliman jo musliman, domethënë. Të cilët pastaj i shtyn drejt vetvrasjes. Bravo. Dhe dua të them që këta persona në vitet 2000 kishin një pushtet jashtëzakonisht të madh në Tiranë, kishin buxhete prej ndoshta miliona dollarësh, dhe kështu është se si Rama u promovua u soll në pushtet. Në qofse do mbani mend në atë kohë sulmoi shumë PD-ja, Sali Berisha, islamikët, domethënë këta ishin edhe këta Pandelimajkot, budallëjt e tjerë, dhe këta domethënë bën një farë koalicioni me luftën amerikane kundër terrorizmit që ishte Islami, për të risjell dominancën e tyre në Shqipëri. Dhe fakti që Rama sot është kryeministri i Shqipërisë dhe njeriu më i fuqishëm, një person i cili në vitin 2023 pa pikën e turpit edhe manipuloi statistikat shqiptare duke na bërë neve nga 70% që jemi musliman duke na bërë 46%. Fakti që Shqipëria muslimanë bektashin, domethënë të gjithë, sunit dhe shiit. Sunit dhe bektashin. Dhe domethënë bektashin zori 5%. Po. Dhe ky domethënë ka bërë manipulime
të Attila dhe arsyeja pse ky person u projektua dhe u mbajt në pushtet është nga që ky vinte nga ky minoritet dhe paraja masive që Sorosi dhe amerikanët si Saddami Olsi në Irak, në Siri Bashar al-Assad që ishte nga pakicat. Do më thënë kështu i zgjedhin gjithmonë nga pakicat një vendi zgjedhin që t'i sundojnë kollaj më falë. Eksaktësisht. Jo, kjo që solli është shumë relevante, do më thënë, ashtu sikur CIA solli Saddam Husseinin që ishte nga pakica sunite, apo sikur francezët ndihmuan familjen Al-Assad që ishin nga alevitët që sundonin mbi sunitët, kjo është strategjia e kolonializmit. Do më thënë, sundo gjithmonë me pakica. Dhe kjo është arsyeja pse me rënien e komunizmit, kur u shkatruan akademitë e shkencave etj, të dalim te rasti i Kristof Rashërit, është që ky grup i vllehërve vazhdoi që të merrte para, vazhdoi që të manipulonte historinë, dhe duhet kujtoj diçka që un kam patur shumë polemika me Kristof Rashërin. Kristoja i urrente shumë muslimanët e Shqipërisë, Esat Pashën, Haxhi Qamilin etj, dhe kjo urrëtie e këtyre, se duhet sjellë diçka. Urrente në rast të parë nacionalistët, gjithë ballin kombëtar, slap balq pa ju hedhur pa derisa bish vetëm duke sharë nacionalist. Po, një sekond se dua që të sqaroj diçka tjetër. Po balli kombëtar ishte i drejtuar nga Mithat Frashi dhe duke goditur Mithatin ai përpiqej të godiste familjen Frashëri. Më kupton sepse Më fal, një minutë të lutem. Nuk është vetëm familja Frashëri, se domethënë unë mbaj mend deklaratat e Gens Stefanaq Pollës për shembull, ka pas bërë deklarata ekstremiste kur ishte në pushtet me Berishën kundër Haxhi Qamilit, e thoshte duhet konvertohemi të krishterë etj. Dhe është ky grupi këtyre Ben Blushërve, Fatos Nanove, Gens Pollove me të tërë që këta domethënë nuk dallojnë dot se kush është Haxhi Qamili dhe kush është Naim Frashëri. Për këta mjafton që t'jesh musliman dhe këta do të vihen kundër. Edhe pse Naim Frashëri dhe Samiu qëndrojnë anën tjetër me Haxhi Qamilin. Ne kemi biseduar bashkë për shembull se sa të kundërt kanë qenë këta otomanistët e Haxhi Qamilit me shqiptaristët e Sali Butkës. Por për këta i sulmojnë të gjitha. Pa përjashtim. Ti mund të jesh nacionalist shqiptar, sigur Sali Butka apo Sami Frashëri, mund të jesh otomanist si Haxhi Qamili, por këta ti je armik. Dhe heqja e titullit të Naim Frashërit, lënia në hije e Mithat Frashërit, unë domethënë Mithat Frashëri ka qenë Bektashi, domethënë unë me Mithatin jam shumë larg, por dua të them që Mithati ka qenë një nga figurat më të lexuara. Domethënë nëse ka ndonjë atë shqiptarizmi modern, edhe pse unë jam shumë kritik i shumë prej ideve që u zhvilluan atëherë, ky është Mithati. Dhe këta deri sot e kësaj dite është si bashkë me Fishtën janë Cirili dhe Metodi shqiptarëve, janë dy njerëz. Vetëm këta të kishin bërë këta akt, duhet mbeteshin të papdekshëm në historinë e Shqipërisë. Bravo, domethënë kjo që përmendë, domethënë krahasimi që i bëre Cirilit me Metodin të Fishtës me Mithatin është shumë i gjetur. Dhe po ti shohësh këta i rrëzojnë që të dy këta. Domethënë Fishta përfaqëson shqiptarinë katolike të veriut, Mithati muslimanizmin post të jugut, këta i heqin që të dy këta dhe promovojnë figurat e tyre dhe kjo duhet kthehemi përsëri te biseda e Enver Hoxhës me Stalinin, sepse KGB-ja e dinte projektin e Jugosllavisë, e njihshin shumë mirë historinë e Shqipërisë dhe kur u organizua grushti i shtetit kundër titizëve nga Enver Hoxha në 46-47 kur u organizua, një nga qëllimet e grushtit shtetit që organizon Stalini ishte sjellja në pushtet e shumicës që ishin sepse Stalini nuk ja u kishte besën këtyre vleve dhe maqedonësve që kishin themelë. Ishin agent jugosllav, ishin agentët e Titos. Ai në atë kohë u prish me Titon, edhe tha në këtë erën e re që unë po afroj tha Shqipërinë që rruga e Tiranës për në Moskë nuk do kaloj më nga Beogradi, po do jetë direkt.
këta më prishin punë se ma çojnë avionin nga Tirana në Beograd njerë, pasaj në Moskë dhe pasaj nga Moska ma kthejnë prapë në Beograd para se të vinë në Tiranë për të zbatuar porositë e mia. Dhe rruga me mirë, tha, është të zgjedh nga shumica që ishin muslimanë, dhe këta tha nuk kanë me këllidhen, tha, janë të izoluar atje brenda, tha, Turqia ishte në anën tjetër të perdet së hekurt, kishte Greqinë në mes, e tha këta s'kan nga shkojnë, edhe do më kemë vetëm mua fanar në ndriçimi. Dhe prandaj e ka bërë Stalini këta, kupton? E bëri Stalini dhe ne shqiptarët duhet të jemi falendërues Stalinit, se po mos kishte qenë Stalini projekti Titisto Koçidozis ishte që Shqipëria do bëjë Republikë e Shtatë e Jugosllavisë. Dhe elementi shqiptar do të ishte slavizuar në mas, do ishte jugoslavizuar në mas, nuk do kishim as nacionalizëm kosovar, as luftë për shlirimin e Kosovës, sepse ishte kjo Shqipëria që krijoi Stalini, se nëpër mediat e Tiranës gënjehet shumë, thotë jo Roosevelti, jo Wilsoni, jo presidenti Harry Truman. No, amerikanët nuk kanë patur interes me Shqipërinë. Amerikanët e braktisën Shqipërinë. Por ishte Stalini, ai që fal një aksidenti historik apo përplasje ndërmjet Stalinin edhe Titos, që e fuqizoi Shqipërinë, e armatosi Shqipërinë, e ndërtoi Shqipërinë, e modernizoi dhe vuri themelet e Shqipërisë së re. Po, dëgjoj, Olsi, duhet... ne ashtu si ti edhe unë, kemi miq shumë të çmuar, vle që i vlerësojmë shumë dhe ky emision nuk është për të bërë ndonjë përçarje. Ky emision është për këto që kemi thënë këto në çarekorën 20 minutat e fundit, është që ishte jashtë skemës dhe jashtë pyetjeve. Ne do flisnim për listën e pshtejmë, pse tani ky ishte thelbi, mi po unë e apa këtu brenda vendit edhe gjua vete ku dhe më dhembje nga një bisedë në tjetrën, po që... Më preke në plak, po duhet ta sqaroj. Jo, prit, edhe dy fjali Olsi dhe fol prap. Ne kemi shumë miq, por kjo s'do të thot, unë të njëjtin gjë do thoja, në qoftë se muslimanët do bënin një komplot të këtill, qarpërinjsh, për të goditur pakicat. Qoftë vlejt, qoftë minoritarët, në jug grek, Maqedona, se ku e diun, Rome, çfarë janë këta egyptian, domethënë, do të isha po aq kritik, një lloj, siç po flas tashi, edhe kundër çdo pushteti që në krye mund të kishte, fjala vjen një si Sali Berisha apo Ilir Meta, do të isha po kaq kritik. Pse? Sepse ne, analistët dhe gazetarët, duhet të përpiqemi të ndërtojmë një shtet të së drejtës, ku ligjet të zbatohen me korrektësi dhe jo të krijohen puçe etnike, puçe religjioze, puçe krajinariste në dëm, siç bënte Sali Berisha me njerëzit e vet nga tropoja, duke i vendosur në pikat kyçe, në të gjitha pikat kyçe, Enver Hoxha duke vendosur shumë gjirokastrite dhe nga jugu, nga zona e parë operative Vlorë Gjirokastër, ose nga Korça ku ai kishte bërë shkollën dhe nga kishte dalë me miqtë e vet. Kjo gjithmonë do të goditet nga ne. Unë për shembull në çdo ministri që shikoj që ka drejtor, vëlle, sekretar, domethënë në poste të rëndësishme dhe më duket si po ndodh si me çifutët në Poloni, në Çeki, në kohën para luftës së dytë botërore, ku ata edhe sot në Shtetet e Bashkuara, ku ata duke qenë, ose në Francë, edhe në Gjermani, duke qenë 1% ose 2% e popullsisë, ata kanë tërë pikat kyçe të kontrollit. Dhe këta kanë një gjë Morti Olsi, që si çifutët, edhe këta ortodoksët, këta po kapën kreun në një institucion. Jo ortodoksët, jo. Këta nuk e kanë ti marrin, po pra vlejt. Këta nuk kanë për turp që të marrin dhe lulishtarin vlejt, dhe gjithë të tjerët që janë poshtë nuk kanë turp fare dhe nuk kanë frikë fare. Domethënë gjë që ne e shikojmë këta dhe duhet të bëjmë vërejtje. Këtë gjë e shikon Solzhenitsini ke çifutët. Edhe thotë, mbasi nuk i fitonin dot beteja, thotë me rusët për t'i skllavëruar, thotë,
Ata ngritën thot për tu akmarrë ndaj programeve që her pas here bënin si akmarrje populatat ruse kundër tyre. Këta ngritën thot një ideologji thot dhe u fshen mbas asaj ideologjie që ishte marksizmi thot dhe gjithë luftën dhe pushtetin e morën jo në emër të grupit të tyre etnik dhe religios, po e morën në emër të marksizmit. Dhe ky thot kështu, ku hynin këta për shembull, sidomos to organet e dhunës, çekën, e kapën këta, e synonin shumë dhe nëpërmjet çekës këta ushtronin vrasje të papara ndaj popullatës ruse. Një akmarrje kundër ortodoksisë. U vran 50-60 milion qifutë për 60-70 vjet nga çekistët dhe ky thotë kështu. U vran ortodoks rus. Ortodoks rus. Atje ku këta kapnin kreun e çekas, edhe i thot me fakte, me emra. Këta thot dhe lulishtarin thot e vinin thot çifut. Nuk kishin asnjë droje, asnjë frikë thotë që do t'i shikonin rusët e do thëshin shpejt, kështu këta janë bërë tërë një grup çekistësh çifut që na vrasin neve rusëve në emër të marksizmit dhe bolshevizmit. Po, si fjala për ty. Në vitet 2000 kur bëja research, lexoja në bibliotekën kombëtare kur ishte Auret Klasari, më bënte përshtypje që personat kyç në bibliotekën kombëtare ishin gjithë vëlla. Dhe më bënte shumë përshtypje ishte një roje me emrin Dimitër Myzeqari. Po një vëlla, çfarë them unë ty, me një urrëtie proverbiale për islamin e Osmanët. Edhe ky Dimitri unë u tallja, sa herë Dimitri ishte hajdut. Domethënë unë doja që të gjej në libër, nuk ma jepte Dimitri, se Dimitri kontrollonte dhomën aty, duhet t'i jepshe lek Dimitrit, edhe po t'i jepshe lek, Dimitri t'jepte edhe gjërat më të çmuara dhe antikuare të bibliotekës. Se janë edhe hajdut, kjo mafia e këtyre. Edhe ky Dimitri më thoshte për të përfituar ekonomikisht nga pushteti, prandaj marrin pushtetin. Edhe ky Dimitër Myzeqari i shkreti se do ketë vdekur ndoshta tani se kanë kalu 20 vite, 1-2 shante Osmanët, na lanë Osmanët të prapambetur. E mu mancaron të i thash, okej mor burri, thash, ju lanë Osmanët. Po ja më i thashun, ju vlehet, i thashun e keni pushtetin që nga 45-a e deri më sot. Pse nuk e çuat përpara Shqipërisë? Edhe ngelte kështu, rrinte kështu. E para, e dyta, do të them, unë kam shumë miq vëlle dhe unë i dua ata vëllej që janë burra. Se ka shumë vëllej që thonë jemi vëlle, dhe unë i vlerësoj këta njerëz. Janë shumë punëtor, janë shumë të zgjuar, punojnë natë ditë. Një moment, një sekond, lutem. Ka shumë vëllej që janë grekoman. Nuk duhet lejuar që ata të na dominojnë dhe të na kontrollojnë dhe të na largojnë në gurë të themelit. Më fal, një moment. Se ka shumë vëllej që janë kundër këtyre vëllejve që po flasim ne. Po, patjetër. Se ky është një grup i vogël elitist. Po. Ashtu sikur fjala bie nuk janë gjithë çifutët zionistë, ky është aeropagu i vëllejve, ata që kanë bërë marrëveshje për të kontrolluar shumicën e popullsisë shqiptare. Kurse vëllejët e tjerë nuk din nga këto, jetojnë me punët e tyre. Janë të ndershëm, por janë biles un kam miq në Tiranë, vëllai avokat. Kur ishte rasti i këtij hoxhës Imran Hysenit, doli ky vllau, dhe është vlla trim, dhe thotë unë jam vlla, dhe unë e vlerësoj për ato dhe i shtrëngoj dorën dhe bravo, doli që mbronte Hoxh Imran Hysenin dhe ishte i gatshëm të mbronte një hoxh islamik. Pra, ka vëllej që janë, çfarë them unë ty, të bosh kryq për ata, janë aq mirë. Po ku dim drejt e thjeshtë që këta si gjarpri njëjshin emrin e Naim Frashit e kryojnë emrin Lilindi, ata se kanë iden se çfarë duan të bëjnë këta. Fredi, le të kthehemi në rastin e Ugandës. Se britanikët quhen disa indian sklever dhe me ata kontrollonin Ugandën, nuk do të thotë që indianët janë këqij, nuk do të thotë që ka faj India. Domethënë, kolonialistët gjithmonë gjejnë zara, gjejnë agent, gjejnë shërbëtor. Dhe për mua, domethënë, Edi Rama është aq i poshtër sa që është edhe njeri i ulët dhe i ligë. Ajo është në krye të gjithë tyre. Sa ka qenë fjala bie edhe Fatos Nano, apo sa kanë qenë edhe shumë bashkëpunëtor të tij mysliman, se s'po du ti përmend emrat. Pra, domethënë se Rama është njëri i poshtër, se ai ka patur një grup të kësaj mafie rreth vetes së tij, por nuk ka patur vetëm Rama. Rama ka shumë mysliman, biles myslimanët që bëhen me Ramën shpesh bëhen edhe më të poshtër se sa Rama. Dhe me këtë, domethënë dua të mbështes atë që ju thatë më herët, që
ne nuk po i përgjithsojmë vëllezërit, por ekziston një mafie e tillë e cila ka kapur pushtetin dhe fakti që ne sot në Shqipëri jemi 70% musliman. E kemi që nga viti 2013 apo që kryeministri i vendit, njeriu më i fuqishëm, vjen nga një grup minoritar, që tregon haptas për një konspiraci. Ky është mendimi im. Mirë, Olsi, këtu mendoj ta mbyllim duke i bërë një thirrje Ramës. Rama, kthe urdhrin na infrashi se edhe Mitatin këta e shfrytëzuan për ta sjellë, se duke ditur që një pjesë e madhe e komunistëve nuk e duan Mitatin, nga që ishte i indoktrinuar truri tyre nga historitë e Partisë Komuniste, ky e kthevi Mitatin për të zvogluar frashëllint. Domethënë, ky është një frashëlli që nuk e duan gjysma e shqiptarëve, të cilët ishin komunist, fundamentalist komunist, dhe nuk e deshin Mitatin pse ish kryetari i Ballit. Po marrja me politikë e Mitatit si kryetari i Ballit është apogjeu i figurës së tij, dhe këta do ta tregoj historia, sepse në një moment të rëndësishëm për kombin ai zgjodhi anën e dur të historisë, u rreshtua me nacionalistët, jo me titistët dhe me ushtrinë jugoslave, por krijoi ushtrinë kombëtare shqiptare për të shpëtuar shqiptarët dhe Kosovën, pavarësisht se historia botërore nuk u rreshtua në anën e Mitatit. Dhe kjo fatkeqësi nuk ishte fatkeqësi e Mitatit dhe e nacionalistëve të Ballit kombëtar, por ishte fatkeqësi e gjithë historisë të Shqipërisë, e cila në vend të shkonte në perëndim ngeli në anën si Greqia dhe Turqia, dhe si vend detar që ishte, që duhet të lidheshe me Rimlandin, që ishte pjesa detare e perëndimit, ajo u lidh me Hartlandin, që ishte Moska dhe Beogradi. Nga unë, Alfred Sako, duke falenderuar të ftuarin ose bashkëbisedusin tim, se unë jam bashkëbisedus, nuk jam vetëm për të bërë pyetje, ju them të gjithëve atyre që bëjnë komente dhe që thonë mos fol shumë, unë do flas një lloj si bashkëbisedusi tjetër, që kushdo qoftë, Olsi apo ndonjë tjetër, sepse unë jam gjithmonë bashkëbisedus dhe jo vetëm moderator. Pra jam dhe moderator dhe bashkëbisedus, dhe ndoshta mund të flas pak më tepër. Nga unë, Alfred Sako, natën e mirë dhe miropafshim. Faleminderit, Olsi.